edhe imazh i përparësës franceze dhe je e para italiane, si shefe kuzhine, për imazhin një përparëse të famshme të një kompanie franceze. Edhe kjo është një diçka shumë rastësisht që u gjenda në një kontest ku më thanë që duam në këtë katalog 2025 dhe 2026 do donim të bëje pjesë, ku nuk jam si modele, po jam një shefe, ku futen të gjithë shefat në nivel botëror, ndër më të mirët, ndoshta se ka dhe shefa që janë shumë të mirë dhe nuk kanë dalë më pa, kështu që është e vështirë kjo fjalë që them ndër më të mirët, po ndër më të njohurit. Dhe më thanë që je italiane e parë që futesh ndër 30 vite që është kjo markë, që je futur në katalogun tonë. Dhe shkon në Amerikë, në gjithë botën, dikur ke punuar shumë për emrin tënd, po tani emri yt po punon për ty apo jo? Dhe këto ftesa nuk janë të rastësishme, janë pas një backgroundi dhe një pune të jashtëzakonshme që ti ke bërë me veten. Po, them se është dhe pak fat, është dhe pak se unë jam pozitive, shoh anën pozitive në çfarë do lloj situacioni, jam solare, thuhet italisht, domethënë jam gjithmonë me diell pozitiv brenda vetes dhe çdo gjë e marr jo me atë rëndësinë e duhur ndonjëherë, por e marr me lehtësi, në mënyrë që nëse bëhet mirë, okay, nëse s'bëhet, është gjithmonë një diçka e bukur.